Përshëndetje të gjithëve, për ata që nuk më njohin, unë jam astrologja Denisa Shyle. Vendosa të bëj një njoftim të shkurtër, duke qenë se java që po përjetojmë është vërtet shumë e ngjeshur dhe ka disa ndikime të vështira, sidomos dita 22 prill. Arsyeja e kësaj është se kemi një kënd negativ të diellit me Marsin dhe me Plutonin. Për këtë arsye mund të kemi kriza vërtet shumë të mëdha identiteti, në të njëjtën kohë mund të kemi edhe vështirësi në përqendrimin e energjisë tonë. Sidomos në fokusimin tek gjërat që janë vërtet pozitive në jetën tonë. Gjatë kësaj periudhe mund të vëmë re edhe një rritje të agresivitetit, po ashtu është e vlefshme edhe brenda vetes tonë. Arsyeja që këto ndodhin është sepse në këto momente kemi edhe kalime shumë të rëndësishme planetare, siç ishte ajo e Neptunit tek shenja e Dashit, që do të thotë edhe një rritje në identitetin tonë, ose më të themi një rritje në perceptimin e identitetit tonë, por duke qenë se ka qenë në gjumë për një periudhë vërtet shumë të gjatë, në këto momente mund të kemi një luftë të brendshme për të perceptuar vërtet se ku qëndrojmë ne ose cilët ne jemi ne si individ. Dhe në këto momente, duke qenë se dielli që përfaqëson pikërisht atë identitetin ton, karakterin ton, në këto momente është në këndë negative me dy planete shumë të rëndësishëm ose më themi që kanë ndikime vërtet shumë të fuqishme në jetën tonë, që është njëri planeti i vdekjes dhe i rilindjes, që është Plutoni, dhe Marsi, që është zjarri që ne kemi për jetën. Në këto momente mund të kemi vështirësi për të kontrolluar si veprimet tona, po ashtu dhe mendimet që na lindin. Këshilla do të ishte automatikisht që të fokusoheshin tek gjërat që janë pak më tepër pozitive dhe të jemi shumë të kujdesshëm në të gjitha mënyrat se si veprojmë edhe reagojmë në shumicën e rasteve, sepse mund të jemi vërtet më të hapur ndaj incidenteve, ndaj aksidenteve, bile në disa raste mund të përfshihemi në situata të cilat mund të përmbajnë edhe një agresivitet të lartë apo dhe dhunë, të cilat në të vërtet mund të mos përfaqësojnë natyrën tonë, por mund të bëhemi pre e instinkteve dhe impulseve të cilë mund t'i kemi mbajtur të fjetur gjatë kësaj periudhe.